Si policia e Kosovës ka njoftuar se DNP ka arrestuar një person i cili kishte kërcënuar me vrasje 4 polic. Në raportin 24 orësh është bërë me dije se i njëjti e ka dëmtuar edhe një kompjuter në stacionin policor. Detajet të tjera do të marrim nga Shkodrani Nikçan për të mos dhënë më shumë informacione dhe besoj që Shkodranin e kemi drejt për drejt, zëdhënësin e prokurorisë në Peshë. Shkodrani, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për kohën. Për çka bëhet fjalë dhe çka ka ndodhur konkretisht Shkodran? Bëhet fjalë se një person i dyshuar dje rreth orës 13:30 në qendër të qytetit të Peshë, fillimisht gjatë një komunikimi me 2 zyrtarë policor. I njëjti dyshohet se të njëjtit i ka kanosur, më pas i njëjti është arrestuar nga zyrtarët policor dhe është dërguar në stacionin policor, ndërka gjatë intervistimit dyshohet se ka kanosur edhe 2 zyrtarë tjerë, ndërka ka kryer edhe një vepër penale agjësimi apo dëmtimi i pasurisë, në këtë rast i njëjti dyshohet se ka dëmtuar pajisje elektronike të policisë së Kosovës përkatësi stacionit policor në Pejë. Dhe për këtë çështje, pasi që është njoftuar prokurori i shtetit mbi gjithë këtë rrjedhoj të këtyre dyra vepra penale, është ndaluar për 48 orë. Dhe brenda fatit ligjor ndaj tij do të merret veprime hetimore, dhe njëkohësisht është njoftuar edhe neuropsikiatri për ta trajtuar këtë person. Për shkak se edhe në të kaluarën ka pasur rast të njëjta të cilat kanë procedurën penale të kryit me dorën Pejë. Kur flasim për kanosje Shkodran, pra po flasim për kanosje verbale, kanë qenë kërcënime verbale që ai ka bërë kundrejt policëve. I njëjti dyshohet se fillimisht i ka kanosur 2 zyrtarë policor, të cilët kanë qenë në qendër të qytetit, më pas i ka kanosur edhe 2 zyrtarë tjerë brenda stacionit policor, dhe njëkohësisht ka dëmtuar pajisje elektronike. Me rast dyshohet se ka eskaluar gjatë atina, ku është shtuar dhe neuropsikiatri për ta trajtuar, dhe më pas është ndaluar për 48 orë, ku më pas do trajtohet nga institucionet përkatëse për zgjedhjen e tij. Po. Shkodran, e dim që ndoshta tani për tani s'ka edhe detaje të tjera, nuk e di nëse ka ndonjë rast tjetër në Pejë me cilën po merret edhe prokuroria, ose nëse ke pyetje për natyrisht mund ta lidhim mbas edhe këtë Shkodran, se dëgjuam edhe këto raportet 24 orëshe edhe për shumë aksidente, edhe për shumë dënime, kështu që në këtë pjesë se kemi diçka që mund ta themi për rajonin e Pejës, se e dim që kjo është një periudhë kur edhe mërgata fillon të vijë, komunikacioni shumë i ngarkuar e kështu me radhë. Për fat mirë nuk kemi pasur aksidente, nuk kanë pasur raste të cilat kanë për fat mirë nuk kanë pasur as me fatalitet, as me lëndime trupore, të cilat ne si prokurori kemi planuar për të trajtuar si vepra penale. Mirë po, gjatë vikendit, përfshirë ditën e premte, ditën e shtunë dhe ditën e diel, kemi pasur 6 persona të ndaluar. Kryesisht ka pasur persona të ndaluar për veprën penale dhune familje, të cilat vepër penale është shumë shpesh për fat keq, të cilat pothuajse çdo 2-3 ditë kemi persona të ndaluar për këtë vepër penale, dhe veprën penale lëndimi letrupor, sulmi, dhe si vepër penale agjësimi i pasurisë është në rritje sipër. Për shkak se në raportimin që bëjmë prokurorët të shtetit, që bëjmë edhe në raportin 24 orësh, kjo vepër penale është dukshëm në rritje sipër. Dhe njëkohësisht vepra penale të cilat kryen secili person bien dash me ligjin, ndërmerren veprime ligjore fillimisht nga policia e Kosovës, gjithmonë në koordinim me prokurorin e shtetit. Po i bëjmë apel të situacioneve që të shmangin këto vepra penale, për shkak se tash është nivelli shumë i madh i qytetarëve për shkak të ardhjes së bashkëdhetarëve. Dhe njëkohësisht qyteti apo rajoni i Pejës, si dini, ka qenë më herët Kocqa rajon më i nxehtë për këtë vepra penale, dhe për fat të mirë këto 2 vitet e fundit konsiderohemi si rajon më i qetë, dhe shpresoj që kjo vepër na gjej në situata të qeta, jo në situata të cilat do të jetë të padëshirueshme, qoftë me humbje jetë, qoftë me kryerjen e vepra penale të cilat kanë pasoja në jetën apo shëndetin e qytetarëve. Mirë po si institucione përkatëse, përfshirë gjitha institucionet të sigurisë, përfshirë edhe prokurorinë me dorën Pejë, do të jemi vigjilant, dhe njëkohësisht do mundohemi që të parandalojmë të gjitha këto vepra penale. Me thekë të veçantë si potencuat edhe jo për rrezikimin e trafikut publik, për shkak se do të jetë një ngarkesë shumë e madhe. Ju bëjmë apel edhe bashkëdhetarëve përveç qytetarëve tonë të Republikës së Kosovës, të cilët janë rezident këtu, që edhe bashkëdhetarët të jenë më të kujdesshëm në komunikacion, për shkak se brulli i qytetarëve
në rrugë është shumë e madh dhe si dini tani janë edhe disa pajisje elektronike të cilat për fat keq janë duke përdorur shumë edhe nga të miturit dhe shpesh herë mund të jenë viktima të aksidenteve për shkak të grumullit të madh dhe pa kujdesi që bëhet në komunikacion. Shkodran, ta qëndroj vetëm pakës të kjo pikë që është shumë e rëndësishme. Vetëm ta them këtë me që përmande, që raporti 24 orësh i policisë thot që 21 aksidente më të lënduar dhe mbi 1700 gjoba trafiku kanë qenë 24 orë të fundit në përgjithësi në tërë Kosovën. E ceke një detaj shumë të rëndësishëm mjetet elektronika, që natyrisht nënkuptohet sidomos telefoni që është një shkaktar i madh. Dhe ne jemi dëshmitar Shkodran që të atyre që sado që bëjmë thirrje, sado që ka rregulla dhe shqiptohen gjoba qytetarët vazhdojnë ta kenë telefonin në dorë. Madje, nuk e di, në të shumtë në raste ti e sheh nëse një veturë është ngadalë, e sheh me telefon në dorë. Këto raste, a shkojnë deri në fund Shkodran? A i marrin dënimet, domethënë diçka që është shumë e rëndësishme për ta ditur edhe ata që e përdorin telefonin gjatë vozitjes? Unë besoj se në rast ku ka elementet e kundërvajtjes dhe sidomos të elementet e veprës penale, policia e Kosovës dhe prokuria janë të pakompromisht. Sidomos, si dini, edhe numri i etiketave të shqiptuara tash edhe nga policia e Kosovës, për shkak edhe pse është në domenin e kundërvajtjes, mirë po numri i madh i etiketave të shqiptuara tregon se sa të pakompromisht janë policia e Kosovës ndaj atyre që bien dash me rregullat e komunikacion. Mirë po, duhet të bëjmë apel që një pakujdesi e vogël mund t'ja humbë jetën dikuj apo mund shkaktoj lëndime serioze në shëndetin e dikujna, të cilat mund të jenë fatale edhe mund të jenë të përhershme për jetën e tij. Kështu që përveç që mund shkaktojnë lëndime tek viktimat, ka edhe pasoja ligjore të cilat në fund mund të përfundojnë në burg për shkak të një pakujdesie apo për shkak të një kthimi të një mesazhi duke përdorur telefonin apo duke mos qenë vigjilent për të respektuar rregullat e komunikacionit. Dhe për këtë arsye bëjmë apel në vazhdimsi, sidomos në emisionin tuaj, se qytetarët të jenë të kujdesshëm për shkak se një mos kujdes i vogël për dikë mund të jetë fatal. Jo vetëm për viktimën, e cila mund të humbë jetën, mund të shkaktojë lëndime trupore, mirë po edhe për ata personat që kryejnë vepra penale për shkak se do të ballafaqohen me procedura ligjore, do të dalin para drejtësisë dhe do të marrin me dënimin e merituar. Po, në anën tjetër Shkodran kemi parë edhe një apel nga policia e rajonit të Pejës, gjithmonë në bashkëpunim me prokurorin ka pas edhe raste për zjarrvënie të qëllimshme. Dhe këtëherë policia ka bërë thirrje për gjithë qytetarët që të kenë më shumë kujdes të mos ndezin zjarr, sidomos gjatë këtyre temperaturave dhe dua di nëse ka pas kohëve të fundit ndonjë rast që është iniciuar dhe sa shpesh keni has në të themi zjarrvënie të qëllimshme nga qytetarët. Në secilën në fillim të sezonit të verës, policia e Kosovës në koordinim me Prokurinë Themelore në Pejë bën apel tek qytetarët për shkak se në kompetencën tonë territoriale ftohet një pjesë të konsiderueshme e parkut kombëtar dhe njëkohësisht parku kombëtar trajtohet me listë veçantë dhe pasojat mund të jenë shumë më të mëdha se sa që mund të parashikohen për shkak se kemi të bëjmë me një pjesë ku nga komuna e Uniku Gjërë në komunën e Istokut kemi bjeshk dhe male të cilat janë pasuri natyrore dhe njëkohësisht janë të frekuentuara nga shumë qytetarë, sidomos gjatë vikendeve. Njëra ndër prioritetet kryesore dhe objektivat kryesore të Prokurisë Themelore të Pejës në planin e punës është edhe mbrojtja e mjedisit. Dhe gjithmonë bëjnë takime periodike me policinë e Kosovës dhe institucionet tjera të cilat janë mekanizma për ta mbrojtur edhe njëkohësisht ta kthyer ligjvënien në këtë pjesë të territorit. Dhe organizatat jo qeveritare të cilat i ftojnë në këto takime, ju kërkojnë që të marrin veprime parapake në mënyrë që t'i vetëdijsojnë fillimisht qytetarët para se të shkaktohet pasoja. Për shkak se një pakujdesi e vogël ose një zjarrvënie mund shkaktoj pasoja të pariparueshme në natyrë, e cila mund të jetë trashëgimi për të ardhmen tonë dhe njëkohësisht mund shkaktoj dëme të parikuperueshme përveç se në përgjegjësi penale. Për fat, deri më tani nuk kemi pas zjarrvënie të qëllimshme dhe shpresoj shumë që qytetarët jenë vigjilent për shkak se këto bjeshk përveç se kanë bukurie madhështore, njëkohësisht të kenë kujdes përveç se të ruajnë ambientin, përveç se mos kryejnë vepra penale sepse është ligj që trajtohet në mënyrë të veçantë dhe shumë çka mund të konsiderohet vepër penale brenda parkut kombëtar e as më pak zjarrvënie. Kështu që qytetarët pasi që ta shfrytëzojnë
ambientin e bukur të parkut kombëtar Bjeshkët të Remona, të kenë kujdes fillimisht ka ajo që është elementare. Ambientit, ta ruajnë ambientin, të mos hedhin mbeturina dhe njëkohësisht ne kemi ndërmarrë të gjitha veprimet që janë të parapara duke filluar nga gjuetia ilegale, duke filluar edhe nga prerja ilegale e kryjeve, duke filluar edhe nga ndërtimi pa leje, mbi të gjitha do të jetë zjarrvendja si monitorim i veçantë në mënyrë të Një fenomen Shkodran që verën e kaluar na ka shoqëruar shumë në pjesë të tjera të Kosovës, na vjen mirë që në rajonin tuaj ka një kujdes të shtuar. Ne të falenderojmë shumë për informacionet që i dhat për shumë pika të rëndësishme, por edhe për zhvillimin e fundit. Faleminderit Shkodran. Shkodran.